Nëse para 10 vitesh ne kishim thjesht një lupë të thjeshtë ne kontrollonim nishane, pa i monitoruar, pa i skanuar, pa i analizuar, sot ne kemi aparatura shumë sofistikuar dhe mandi di shumë mirë. Dermatoskopit janë nga më të sofistikuar sepse kanë të dhëna që janë hedhur dhe përmes saj ne analizojmë ky nishan që ne po shohim. Çfarë risku ka për malinjizim? Dhe kjo më ndihmon mua për diagnostikimin Po ju ndihmon ju. Pa diskutim. Po nuk e merr ajo vendimin. Pa diskutim. Kjo është ajo që duhet që ajo të jetë në ndihmën tim, në funksion të mjekut. Mendoj që duhet ecim paralelisht, jo të po themi të më zvendçoj, sepse interpretimi i mjekut është shumë i rëndësishëm. Duhet të di një mjek ta interpretojë atë analizim që bën aparati. Në momentin që un kam të dhëna dhe në fund fare mua më jep një raport, është mjeku ai që e di të ta interpretojë. Është mjeku pastaj edhe empatia ndaj pacientit. Kjo pastaj dalim ka emocionet që është tjetër. Jo, ideja është që ndoshta nuk e zëvendëson mjekun, por do të zëvendësoj infermierë, njerëzit që janë ndihmës në proces. Kohën që është si çdo revolucion tjetër. Pra ne dim nga historia që në momentin kur bota ka kaluar në revolucion industrial, revolucion civilizimit etj, dim që ka ndodhur bum shumë i madh dhe papunësi masive. Dhe kjo ishte një pasiguri shumë e madhe që ndau dhe presidentja e Komisionit Evropian, von der Leyen, tek takimi fundit që pati në Shqipëri, e cila thoshte se ne duhet dhe pyetja më e madhe sot që duhet vendosim në theksin është që kompanitë të mos zëvendësojnë punonjësit me inteligjencën artificiale në mënyrë të tillë që të mbrojmë një nga të drejtat themelore që ka dhe Konventa Europiane e Drejtave të Njerëzit, që është e drejta e punonjësve, pra e drejta për të mbrojtur vendin e punës dhe të punëtorëve që ne kemi sot. Por sa si ta mbrojmë ne këtë me kohën, pra kur kjo të ketë avancuar dhe të shkuar në një tjetër stad, sepse 25% e kompanive tani në situatën ku ndodhemi aktualisht duan ta zëvendësojnë punonjësin njerëzor me inteligjencë artificiale. Është kosto më e ulët, ka fitimin më të lartë, kompania, produktiviteti është më i lartë dhe nga ana tjetër kompania edhe biznesmeni, ai që drejton një kompani don të ketë efikasitet dhe rritje të fitimit. Jetojmë në një sistem kapitalist, Marsita. Sistem kapitalist, që në këtë pikë sistem kapitalist do thotë që qëllimi kryesor i biznesit dhe i aktiviteteve është produktiviteti. Dhe maksimalizimi fitimit, që t'jemi të qartë. Sepse kapitalizmi nuk e shmang. Do të thënë jemi rus përbashkët te kjo pjesë, por ideja për shembull në korporatat më të prodhimit të automobilave, elektronikës etj, më përpara ka pasi staf të madh punojësish, produktiviteti mujor ishte i ulët. Kujt interesonte kjo? Edhe labirintet apo edhe të tjera. Industria makinave ka kohë që ka ecur përpara, sepse formohet një robotikë makina prej më shumë se 40 vjetësh. Sot Bashkimi Evropian e ka ngritur këtë si prioritet dhe kur një nga individët që përfaqëson një nga instancat më të mëdha të BE-s vjen në një vend të Ballkanit Perëndimor dhe thotë do ngrem fabrikat inteligjencës artificiale. Për njerëzit kjo patjetër ka një lloj ambiguiteti, domethënë nuk është se perceptohet çfarë janë fabrikat e inteligjencës artificiale, si do ta menaxhojmë ne këtë. Dhe kjo patjetër është pozitive, nëse ne do dim se si ta aplikojmë këtë në administratë publike, si do dim ta, po pra, si ta aplikojmë, çfarë produktiviteti do cilë. Po, dalim te diella, po dalim te diella. Diella është e bazuar totalisht në një avatar dhe në ato që ne kemi quajtur machine learning. Ndryshe, akumulimi informacioni për të prodhuar efikasitet edhe për të ulur nivelin e korrupsionit, nivelin e informalitetit. Okej, le të themi që ajo e ka akumuluar informacionin pasi duke punuar, pasi ka punuar te akshi për shumë kohë etj dhe ka grumbulluar shumë informacion. Ku aty informacioni është kryqëzuar, ka punuar i Albania etj, ka informacion shumë të gjerë. Po inteligjenca artificiale vetvete është një sistem i cili do menaxhohet nga njerëz në fund të ditës. Pra do ketë një staf, do ketë një ekip. Sot ka një thirrje nga qeveria. Marrësh gabimit të inteligjencës artificiale, do të thonë ideja është kjo. Marrësh gabimet të zero, gjuhë informatike. Po qeveria thotë sot. Zero nuk gabon. Qeveria thotë sot, ne duam thot njerëz të kualifikuar në inteligjencë artificiale për të ardhur dhe për punuar tek ekipi diellës. Që do thotë diella vetvete nuk ka power, nuk ka fuqi vendimarrëse. Thjesht inteligjencë artificiale, platformat që do të ngrihen do të jenë në funksion të rehabilitimit të sistemit për të eliminuar ato fenomene që kanë ekzistuar gjithmonë në Shqipëri, si korrupsioni, si efikasiteti dhënies shërbimit etj. Dhe kjo duhet jetë këtu, pra këta njerëz që duhet punojnë pas diellës, do të jenë njerëz shumë kualifikuar dhe duhet njohin shumë mirë procesin e integrimit evropian dhe ajo që unë do doja të thoja është që shumë e rëndësishme sot e kualifikuar për afrimin e legjislacionit e para, për komunikimin dhe zhburokratizimin e komunikimit, sepse unë vetë kam punuar si ekspert i integrimit evropian dhe bashkëpunimit ndërkombëtar 4 vite në ministri, e di shumë mirë me çfarë problematikash ne jemi hasur në proces i tmerrshëm për kthimin e legjislacionit, adaptimin e legjislacionit, pastaj kjo do bëhet me konsultim publik dhe nëse do ngrihet një platformë kombëtare, e cila jo vetëm këta individ që do të punojnë brapa duhet të jenë njohës
inteligjencës artificiale dhe teknologjisë. Këta njerëz duhet jenë ekspert të fushës, të njohin jo vetëm AI-n, siç kemi ekspert Ermantin tu, por duhet ketë dhe ekspert që të njohin legjislacionin, të njohin politikat, të njohin mënyrën se funksionon politikë bërja. Dhe kjo duhet ndërtohet në multidisciplinaritet në mendimin tim, që kjo mos ngjelet një proces i thatë teknologjik, e cila pastaj mund sjellë anomali të tjera, domethënë dali me të tjera. Kryeministri thotë që do lajm do kryejmë detyrat pra për do adaptojmë 4.000 ligje për një vit, thot kryeministri. Nuk e di, duhet ta besojmë apo jo? 4.000 ligje në një vit, domethënë dhe cili do jetë roli duke përdorur inteligjencën artificiale? Po, inteligjenca artificiale mund të sugjerojë zgjidhje. Si 365 ditë janë. Prapë do jetë nevoja që ekspertët t'i verifikojnë, domethënë këto zgjidhje apo çfarë sugjerimesh. Unë dalë në kundërshtim me Mandi, që Mandi thotë që inteligjenca artificiale nuk gabon. Inteligjenca artificiale gabon. Pse gabon? Duke thënë që janë sistemi që varen nga dhënat. Në qoftë se japim dhënat mira, atëherë do të thotë që do kemi rezultate shumë të mira. Po mirë, ne kemi trajt përgjithshme nuk gabon. Si mund gaboj dhe matematika në përgjithësi? Është 20-0. Jo, zgabon matematika. Kështu që inteligjenca artificiale është koncept, do me thënë që unë e quaj do me thënë absolutisht marzhi i gabimit është 0. Ose absolutisht marzhi i gabimit për mua do ishte 0. Ja ta them këtu. Në momentin që unë do bëja një gabim, dhe ajo do më thoshe që ti e ke gabim. Mirë, tash po në momentin që unë i them asaj që ti e ke gabim, dhe ajo mua më kërkon ndjes. Është zotësi inteligjencë artificiale që të bëj dalje. Kjo është tjetër gjë. Një sekond. Pra, inteligjenca artificiale duhet të ishte shiko. Edhe një le të marrim rastin e neurokirurgjisë. Evitonte gabimet njerëzore. Patjetër, edhe i bën. Me që vole për saksi absolute. Po, sigurisht. Kjo është saksi absolute. Ajo mund të shkojë drejt lloj perfeksionimi, ëh, domethënë marrim konsiderat që është fazë pilote, domethënë ajo. Po i besojmë detyrat mëdha fëmijëve të vegjël. Po i besojmë integrimin evropian. Po nëse po i besojmë. Po pse kancerëve të digjital. Po i besojmë operacionet në tru. Po i besojmë fëmijët që shkojnë në shkollë me makinë. Pra këtu pastaj është do i zgjidhin këto gjëra shumë të rëndësishme. Po, ja, Armand, një sekond. Atëherë, epoka që ne jetojmë sot quhet Industri 4.0 ose revolucioni 4 industrial, ku një ndër shtyllat kryesore është inteligjenca artificiale, IoT dhe sapo themi shpërtheu inteligjenca artificiale me gjithë të mirat dhe të këqijat, si çdo teknologji që ka të mirat e veta dhe të këqijat e veta, në 2022-shin Bashkimi Evropian nxorri frameworkun për Industri 5.0. Dhe çfarë do jetë Industri 5.0? Industri 5.0 do jetë makinat dhe njerëzit punojnë krah për krah me njëri tjetrin në të mirë të njerëzimit. Që do të thotë, do dalin regulator, do ketë ligje që të rregullojnë që inteligjenca artificiale të mos pushojë njerëzit nga puna. Pra të kryejë ato procese pune që nuk po i bën njëri. Të kryejë hidraulikun. Po, domethënë nëse nuk e nëse arrihet të bëhet në Angli do thonin bëj hidraulikun. Po kjo do rregullohet me ligj. Bëj doktor, të bëj infermier. Pastaj të kalojmë tek se te kamarieri okay. Të kalojmë tek pjesa e doktorit. Pastaj në 2024 Bashkimi Evropian është nxorri aktin e parë, se deri tani nuk kemi asnjë rregullore apo ligje në lidhje me inteligjencën artificiale. Deri tani jemi në fazën që jemi duke parë çfarë mund të bëjë inteligjenca artificiale. Dhe Bashkimi Evropian nxorri aktin e parë, aktet e parë në ligjore në vitin 2024, duke i kategorizuar sistemet e inteligjencës artificiale në 4 kategori. Kategoria e parë janë sistemet pa rrezik, që janë sistemet si një spam filter, gaming, edhe për këto sot nuk do ketë asnjë lloj rregullore. Pastaj sistemet me pak rrezik, ose me rrezik të vogël, që janë sistemet si deepfake, një chatbot. Me këto do ketë disa rregullore, si rregullore dhe thjesht që të përdoruesit ti tregohet që ti je duke komunikuar me një robot. Kjo video është deepfake. Si s'po marr një shembull që është banal deri diku, por për shembull doli para një muaji e ca, foto e një ish kryebashkiaku të Durrësit, me një personazh tjetër, çon si ka, që rrinin të dy në krevat dhe doli foto e nxori kryetari i opozitës dhe tha, ja tha ky tha i burgosurit ta shtive çfarë. Po e ke parasysh domethënë. Po duhet rregullohet me ligj. Ta mbaroj të rregullohet kjo. Dhe kjo rregullohet, kjo duhet rregullohet dje. Jo nesër, do të rregullohet dje. Kategoria e tretë janë sistemet me rrezik të lartë, siç janë sistemet e diagnostikimit mjekësore,
makinat pa pilot, që kanë të bëjnë drejt për drejt me jetën e njeriut, dhe për këto do ketë regulator shumë strikt Bashkimi Evropian. Dhe kategoria 4 janë sistemi që nuk lejohen përdoren, si që quhen social scoring ose pikëzimi social. Janë sisteme që kanë të bëjnë drejt për drejt me sjelljen e njerëzve. Dhe ligji i parë i social scoring ka hyrë në fuqi në 2025, nëse zgaboj, ndërsa të gjithë regulatorët e tjerë hynë fuqi në 2026. Domethënë, për çdo platformë që trajnohet në Bashkimin Evropian, apo që do operojë në Bashkimin Evropian, do t'i nështrohet ligjeve strikte se si do përdoren, pa do të marrë një lloj certifikimi që të përdoret inteligjenca artificiale. Pra, duke qenë... Kjo djela jone, ka logë të testin? Po, deri tani e ka lënë. Për diellën nuk shikemi informacion. Për test spektaklit që ajo, u bë fenomen botror. Ideja e ka lënë testin apo jo? Italia, për shembull, është modeli që aplikoi një ligj shumë më të strikt sa i takon menaxhimit të inteligjencës artificiale, dhe mendoj që është një nga shtetet e Bashkimit Evropian që duhet marrë si shembull në farë mënyre, ku skemi apo përdorimi i inteligjencës. E kemi dhe afër jemi në rregull. Përdorimi i inteligjencës artificiale për informacione që kam shumë sa ligjeve tona marrin modele italiane. Modele të afërta, kështu që patjetër që edhe për Shqipërinë do ketë ndikim. Po në nivel global ishte bumë. Tani themi për turizmin tonë dakord, po ideja po flasim për çdo tjetër këtu. Patjetër, ta frenojmë pak entuziasmin, apo jo, sepse dakord revolucion, po revolucioni në herë hall e bite vetë. Patjetër, pra, është edhe kjo çështje rregullatore. Plus pastaj dalim te emocionet, a mund të ketë emocione një makinë për të mirën e përbashkët ta inxhinieri, po varet e mira në herë edhe mes njerëzve inxhinier shikohet këndvështrime ndryshme. Mendo ta lëmë atë në dorë një makine për këtë, më herë pas publicitetit.